Peçit. Dhe Tërmet Peçin e bëri kryetar bashkie Partia e Punës, sepse qenë nipi Shevqetit. Dhe ai këtë gjë, si mjeshtër që ka qenë për të futur vrimave, e shfrytëzoi dhe ka bërë që ka dashur qefi në rrethin e Tepelenës. Tërmet Peçi është i njohur veç të tjerash, me bëmat e tij gjatë vitit 97 nga Kakavia në Memaliaj. Kusuret e tij nuk kanë fund. Krimet që ka bërë, vjedhjet edhe grabitet që u ka bërë qytetarëve janë pafund, i din qytetarët e Tepelenës. Këto janë të rënda, avokat, i din qytetarët, po si di drejtësia? Jo, i din dhe drejtësia, i din dhe policia, i din tërë, po i mbulon partia. Pra, vim tek veprimtaria që ka qeverisur në Tepelen. Tërmet Peçi ka bërë disa vila në luftë Nivicës. Tërmet Peçi ka vënë të gjithë rrethin e tij familjar dhe shoqëror i ka vënë në pushtet në Tepelen, gjatë gjithë këtyre 12 vjetëve që ka qenë kryetar bashkie, dhe ka bërë si ka dashur qefi. Dhe askush nuk është ndihen në Tepelen, sepse dhe ata që janë ndier nuk u janë dëgjuar, nuk u është dëgjuar fjala, u është bërë kapak gjërave. Do vim tek rasti i klientëve të mi në Progonat. Kanë lidhje me këtë? Po, patjetër. Kemi marrë, ka urdhëruar zëvendës ministrja e shëndetësisë zonja Ramosaço, që në datën 18, në datën 1 gusht 2025, ka urdhëruar që bashkia të hapte dhe të pastronte gropën septike që është në pronën e klientëve të minë Progonat. Jo vetëm që se bëri, po asë burim mëndit në zjarë, ujtë në zjarë fare për atë punë, bile nuk do të dinde se kush është kjo zonjë. Ka që forta e ka pasur marrëdhëniet me kapobandën Edi Rama Tërmet Peçi. Dhe Tërmet Peçi është produkt i Edi Ramës, është një zbatues sistematik i vjedhjeve të urdhëruara nga Edi Rama. Do vazhdojmë më tutje. Avokat, por më falë, me profilin që ju ndërtuat për zotin Tërmet, më duket se po ngjan sikur ka qenë Ali Pashaj atje. Ashtu ka qeverisur, një dallkau i tillë ka qenë. Ashtu ka qeverisur, sepse ashtu qeverisin komunistët. Komunistët janë të tërë Ali Pashallar, nuk është njëri vetëm, mjafton të kenë pushtet. Dhe do vim tek veprimtaria e tij më tutje akoma. Mori para për të ndërtuar thertore në Tepelen dhe sot kur të ndërtohet. Ka marrë 700.000 euro për të bërë shkollën në Nivicë. Edhe sot është bazë shkolla e Nivicës. Ka vjedhur sa i ka dashur qefi dhe sa i ka arritur krahu, duke vënë gruan pronare në shumë objekte të vjedhura, duke vënë motrë, duke vënë kunatin, duke vënë dëndurë, duke vënë, domethënë gjithë sojnë e sorollopin e tij e ka vënë në pushtet në Tepelen, në punë, dhe ka vjedhur sa i ka dashur qefi. Ka paguar mbi 20 thavet në Kurvelesh, i ka paguar, ata e në Angli, dhe tani që flasin bashkë, punojnë në shtëpi bari, edhe kanë marrë rrogë në Bashkinë e Tepelenës. Pra, nuk kanë fund krimet dhe poshtësitë e Tërmet Peçit. Por nuk është Tërmeti ai që duhet dënuar zotëri. Është Edi Rama ai që e ka vënë Tërmet Peçin atje. Po tani si duket Tërmeti dikuj i ka prishur qefin patronit, edhe ai u shpreh ashtu në atë mënyrë. Lidhur me fjalët që janë hapur për kryetarin e Bashkisë Gjirokastrës, me sa di dhe kuptohet që Edi Rama ka marrë informacion dhe vazhdojmë tek ato që ju cilësoni bëmat e zotit Tërmet Peçi para se të vinte deputet në Kuvendin e Shqipërisë. Se nga momenti që ka ardhur në Tiranë nuk kemi dëgjuar gjë më për të. Ka Tërmeti gjatë kohës që ka qenë në Tepelen, që ka qenë kryetar bashkie, ka vënë në punë gjithë sistemin e spionëve
që sot quhen patronazhist, kryesisht në Kurvelesh. Dhe ka mbajtur veçanërisht afër dhe ka mbështetur në çdo veprim të tyre korruptiv Ismail Gugën, Sokol Gugën me kompani, një fisk tribal që më sulmuan mua në krye të detyrës në progonat. Po është ngjarja që ne kemi folur, që keni pasur. Po, që e kemi diskutuar. Dhe i mbështet akoma dhe sot e kësaj dite nuk shkon të zbatoj ligjin dhe vendimin